Përshëndetje shenja Luanit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prismë oracle. Në gjendjen tuaj personale kemi 5 kupat, 3 monedat, vdekja në të kundërt, 10 monedat dhe 9 shkopim që ranë të dyja së bashku. Në planin personal, java nis me 5 kupat, kartën e zhgënjimit ose të fokusimit te ajo që mungon. Mund të ketë një situatë që ende ju rëndon emocionalisht. Mund të ketë një pritje që nuk ka dhënë rezultatin e dëshiruar, ose mund të ketë një ndjenjë se diçka nuk shkoi siç e kishit imagjinuar. Por menjëherë pas saj shfaqet 3 monedat. Kjo kartë tregon se pavarësisht zhgënjimit, jeta vazhdon t'ju ofroj mundësi për të ndërtuar, për të bashkëpunuar dhe për të përparuar. Vdekja në të kundërt tregon rezistencë ndaj ndryshimit. Është sikur një pjesë e juaja e di se diçka duhet lënë pas, por ende nuk është gati ta bëjë këtë gjë. Më pas shfaqet karta me 10 monedat, që është një kartë stabiliteti, sigurie dhe rezultatesh afatgjata. Kjo tregon se potenciali për siguri ekziston, por duhet kaluar përmes procesit të transformimit. Në shkopinjt në fund tregon se ju jeni në pozicionin e luftëtares ose luftëtarit të plagosur që nuk është dorëzuar. Ju ende po qëndroni në këmbë, edhe nëse ndonjëherë ndiheni sikur keni mbajtur shumë barr. Me sa duket, ju po përpiqeni të lini pas një zhgënjim ose një kapitull që ndoshta ka zgjatur më shumë se ç'duhej. Forca juaj është e madhe, por kartat ju kërkojnë të mos mbani më atë që tashmë ndoshta ka mbaruar. Kartat këshillojnë të mos e ngatroni këmbguljen me nevojën për të mbajtur gjallë çdo situatë. Kalojmë në familje. Në familje kemi 10 shkopinjt, 4 monedat, asi i shkopinjve 8 shkopinjt. Në familje, 10 shkopinjt tregon ngarkesë. Dikush mund të ndjejë se po mban shumë përgjegjësi ose se barrat familjare janë bërë shumë të rënda. 4 monedat tregon tendencën për të mbajtur fort kontrollin, qoftë mbi financa, qoftë mbi emocione, ose mbi mënyrën se si funksionojnë gjërat. Por më pas shfaqet asi i shkopinjve, dhe kjo është një kartë fillimi, është një kartë energjie e re dhe motivimi. Asi i shkopinjve sjell mundësinë për të ndryshuar dinamikat aktuale. 8 shkopinjt në fund tregon lëvizje të shpejtë, komunikim dhe zhvillime që përshpejtohen. Për disa mund të nënkuptoj edhe udhëtime. Duket se një situatë që ka qenë e rëndë ose e ngadalshme, po merr energji të re. Ka potencial që gjërat të ecin më shpejt dhe më qartë se sa kanë ecur deri më tani. Kartat këshillojnë se komunikimi i hapur do të lehtësoj barrën që po mbani. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi mbreti i kupave, 8 shpatat, 9 monedat, heremiti. Në dashuri, mbreti i kupave tregon se ju keni ndjenja ndaj dikujt, por po i mbani të frenuara. Pra, ka emocione, por ato mbahen nën kontroll nga ju. 8 shpatat tregon bllokime mendore, frikë, ose ndjesinë se situata nuk po lëviz. 9 monedat sjell pavarësi dhe vetvlerësim. Kjo kartë ju kujton se identiteti juaj nuk duhet të varet nga statusi që mbart një marrëdhënie. Në fund kemi heremitin. Heremiti është karta e reflektimit, e tërheqjes dhe e kërkimit të përgjigjeve brenda vetes. Ndoshta mund të pyesni veten, çfarë ndodhi në të vërtetë? A kishte ndjenja që nuk u than? Apo më mungon diçka që nuk e kam kuptuar ende? Pra duket se ju keni ndjenja, por po qëndroni edhe në heshtje. Keni interes për dikë, por ruani edhe distancë.
Personi që ka rëndësi në narrativën emocionale gjatë kësaj jave për ju mund të jetë dikush me energji tërheqëse dhe të fortë, por njëkohësisht me energji shumë të rezervuar dhe unë do të thoja edhe një energji të vështirë për t'u lexuar. Mund të jetë dikush me nuanca misterioze dhe ju ndoshta mund të jeni në kërkim të një shpjegimi ose kuptimi për këtë situatë emocionale, e cila nuk është mbyllur plotësisht në mendjen tuaj. Kartat këshillojnë të mos kërkoni përgjigje nga personi tjetër para se t'i gjeni te vetja. Kalojmë tek puna. Në punë kemi faqa e kupave, mbreti i shpatave, 7 monedhat, 8 kupat. Në punë, faqa e kupave sjell ide të reja, kreativitet dhe mundësi që në fillim mund të duken të vogla, por mund të jetë edhe admirim ose simpati, por mund të jetë edhe afeksion miqësor ose romantik ndaj dikujt me qasje të butë dhe lozonjare. Por prania e mbretit të shpatave me njëherë pas saj mua më jep ndjesinë se edhe nëse ka emocione ose simpati, ato trajtohen me shumë kontroll dhe logjik. Për të tjerët, mbreti i shpatave tregon mendime dhe vendime të ftohta, pa u ndikuar nga empatia. 7 monedhat tregon pritje dhe vlerësim të progresit. Ju mund të jeni duke analizuar nëse një investim kohe, apo investim parash, apo investim emocionesh dhe energjie, po jep rezultatet e duhura apo jo. Sikur po pyesni veten, a ja vlen të vazhdoj ta mbaj vëmendjen këtu apo më mirë të largohem? Për disa nga ju, unë do të thoja të mos shpresojnë kot për një rezultat, nëse nuk keni bërë ende hapin e nevojshëm për ta krijuar vetë atë. Dhe në fund kemi 8 kupat. Kjo kartë shpesh flet për largimin nga diçka që nuk ju përmbush më emocionalisht. Nuk do të thotë domosdoshmërisht largim fizik nga puna, mund të jetë thjesht një largim nga një pritshmëri. Pra duket se po filloni të kuptoni më qartë se ku ja vlen të investoni energjinë tuaj dhe ku jo. Mund të ketë nevojë për të lënë pas diçka që me sa duket nuk po ju motivon më. Kartat këshillojnë të mos investoni energji aty ku nuk shihni rritje, por për disa nga ju mund të jetë këshilla e tipit mos prisni rezultate pa bërë hapin e parë vetë. Kalojmë në Prism Oracle, ku kemi frustrimi. Frustrimi vjen sepse ju mund të keni ndjesinë se po jepni shumë energji, po jepni shumë kohë ose po jepni shumë vëmendje, por balanca ose barazia nuk ndihet e drejtë, ose se situata po kthehet në një fiksim. Paçim.